Produksioni Zëri i Shtimes prezanton tregime për fëmijë. Në këtë cikël tregimesh mund të dëgjoni 40 hadithe të shoqëruara me tregime për fëmijë. Mesazhi i së cilave vlen të dëgjohet, mësohet dhe zbatohet në jetën tonë të përditshme. Dëgjim të këndshëm. Tregimi i dytë. Gjembi. Dikur, në një shtet të botës, ekzistonte një formë e tmerrshme ndëshkimi. Njerëzve që gjykoheshin fajtor, u lëshonin luan të uritur. Për të parë këtë pamje rënqethëse, mblidhej i gjithë populli. Fajtori i asaj dite ishte një burr që kishte ikur prej zotërisë së tij. Burrin e lidhen në mes të një sheshi të rrethuar me mure të larta, që quhej arenë. I lëshua një luan, të cilin e kishin lënë 10 ditë pa ngrënë. Luani i uritur hungëroi një herë, vrapoi dhe u bë gati të hidhej mbi burrin e dropitur. Por, ai ndaloi papritur. I u afrua ngadalë dhe nisi të lepinte e të përkëdhelte duart e burrit, që ishte bërë i verdh në fytyrë. Të pranishmit u habitën dhe s'u besohej. Dikush me zë të lartë e pyeti: "Na trego, përse luani nga një bish e tmerrshme u urtua me një herë sa të pa?" Burri ju përgjigj: "E shikoni këtë luan? Dikur e kam takuar në pyll." Në putrën e djathtë i ishte ngulur një gjemb. Luani rënkonte, ndjente dhimbje dhe herë një lot i shfaqej të sytë. Unë mora guximin dhe ja hoqa. Që atë ditë u bëm miq të ngushtë. Të gjithë dëgjonin me kureshtë ngjarjen që tregonte burri pa njohur, dhe u prekën thellë në shpirt nga ajo që kishte ndodhur një ditë në pyll. U vendos që burri të ishte i lirë, ta gëzonte lirinë. Burri ecste ngadalë e krenar. Pas tij ecste luani si një mace e urtë. Të gjithë e shikonin këtë skenë prekëse, të habitur e të mahnitur. Pejgamberi ynë alayhi selam ka thënë: "Allahu ka mëshirë për atë njeri që ka mëshirë. Mëshirojeni ata që janë në tokë, në qoftë se doni t'u mëshiroj ai që është në qiell." Vetëm ty Zot kam bezu, gjithëne na ke kriju. Dëgjuat tregime për fëmijë. Interpretimin e teksteve e realizoi Ensara Ahmeti. Incizimi u mundësua në produksionin Zëri i Shtimes. Lutem